5 persona janë në nënhetim nga Prokuroria Speciale për rastin e ri të quajtur Fortesa. Shefi i drejtorisë së 5 të DSK-s Goran Grujovski nga ora 1 është duke u marrë në pyetje pas kërkesës së speciales për paraburgim të tij. Prokuroria Publike nuk ja jep Janevës rastin Maxar Telekom, speciali apo heton edhe keqpërdorimin e fondeve europiane. Ambasada e Shqipërisë ka konfirmuar se ligji me cilin ndaloi publikimi i bombave do të pësojë ndryshime. Mbrëma të ndruar shikues dhe mi se takohemi sërish me lajmet këtu në televizionin Shenja. 5 persona mes të cilëve dhe prori i drejtorisë së 5 të DSK-s Goran Grujovski dhe ish ministri e punët brendshme Gordana Jankullovska janë në nënhetim nga Prokuroria Speciale për rastin e ri të quajtur Fortesa. Ata akuzohen se kanë shkatruar 2 sisteme të përgjimit të komunikimeve me çka kanë dëmtuar për 10 milion euro buxhetin e shtetit. Ministria e Punëve të Brendshme ka përgjuar në mënyrë të paligjshme dhe në vitin 2015 ka shkatruar 2 sistemet e përgjimit për të mbuluar gjurmët e veprimeve, me arsyetimin se sistemet janë vjetruar. Këtë e kumtoi sot Prokuroria Speciale në kuadër të hetimit të ri të quajtur Fortesa. Prokuroria dhe zëdhënësja e speciales Lenqe Ristovska bindshëm treguan se posedojnë prova të forta materiale, si dhe dëshmi të shumta që i bëjnë të sigurt se mjetet e përgjimit të DSK-s janë keq përdorur si nga personat e punësuar në polici, ashtu edhe jashtë saj, për qëllimet e tyre. Për shkatrimin e materialeve gjithësisht për keq përdorimin e pozitës zyrtare, është kërkuar paraburgim për të dyshuarin e parë, e prorin e drejtorisë 5 të DSK-s Goran Grujovski, i cili është marrë në pyetje nga gjykata penale gjatë ditës së sotme. E për 4 personat e tjerë të dyshuar, përfshirë këtu edhe ministren e brendshme Gordana Jankullovska, është ngritur kallëzim penal për shqiptimin e masave të kujdesit, marrjen e pasaportave dhe mos lejimin që të lëshohet vendbanimi. Edhe pse Jankullovskës tashmë i rëndojnë 2 vepra serioze në dosjen e saj penale për manipulime zgjedhore dhe keq përdorimin e detyrës, nuk do të kërkohet paraburgim pasi nuk besohet se ka mundësi të ikë. Mbajtja predmet serioznost ta krivičните dela. Ne kemi prova se edhe personat të tjeri kanë shfrytzuar mjetet e përgjimit në mënyrë të saktë edhe në Ministrinë e Brendshme edhe jashtë saj. Sasia e personave të përfshirë niveli i dyshimit ende nuk ka arritur atë shkallë që ne të mundemi t'ua tregojmë këtë. Ne kemi prova, nuk themi kot se mjetet janë të shfrytzuara për nevojat të personave të tjerë pa pasur bazë për këtë. Sipas Prokurorisë Speciale, e prorët e DSK-s më 11 mars të vitit 2015 kanë formuar komisionin me iniciativë të ministres së brendshme Gordana Jankullovska për të shkatruar sistemin i cili ka qenë funksional deri ditën e shkatrimit. Pas marrjes së vendimit, sistemet kanë përfunduar në një prej hekurishteve të Shkupit, e cila është monitoruar vazhdimisht nga shërbimet e DSK-s për të siguruar se askush nuk do të marrë vesh për këtë veprim. Është falsifikuar edhe dokumentacioni i përpiluar në 2015, duke i korrigjuar të gjitha datat në mënyrë që të besohet se sistemet janë shkatruar në vitin 2014. Tot втората половина на 2015 pasi nekade do Në gjysmën e dytë të vitit 2015, të dyshuarit kanë falsifikuar gjithë dokumentacionin për të mbuluar proces verbalet, kërkesat, vendimet e paligjshme. Është lëshuar flet kërkesë për shkatrimin e sistemeve tashmë të shkatruara. Janë falsifikuar dokumente zyrtare, janë shkruar numrat të ri të arkivit të vitit 2014, janë ndëruar datat dhe janë futur vendime. Janë përpiluar dokumente duke treguar nevojën për formimin e një komisioni për shkatrimin e sistemeve të vjetruara të vitit 2014. Shefi i DSK-s Sasho Mjalkov ka qenë i pranishëm në mbledhjen e Këshillit të DSK-s, kur është vendosur për shkatrimin e sistemeve për përgjim, por vetëm prania e tij sipas speciales nuk mund të dëshmojë se ai ka qenë i përfshirë në shkatrimin e sistemeve. Për veprën keq përdorim të detyrës zyrtare e cila u vishet shumicës së dyshuarve, dënimi minimal me burg është 5 vjet, ndërsa i maksimal 20 vjet. Shefi i drejtorisë së 5 të DSK-s Goran Grujovski, që nga ora 13 është duke u marrë në pyetje pas kërkesës së Prokurorisë Speciale për paraburgim të tij. I dyshuari i parë në rastin Fortesa, Grujovski, u paraqit vetë në gjykatë me mbrojtësinë e tij. Dhe për të na sjellë detajet rreth rastit në fjalë, në linjë direkte kemi gazetarin tonë Mefail Ismaili. Përshëndetje Mefail dhe shpresoj të dëgjohemi. Përshëndetje Avdi, dëgjohemi shumë pastër.
Atëherë me falë na thuaj për rrjedhën e procesit, nëse ka përfunduar marrja në pyetje e Grujovskit ose nëse vazhdon ende, pra nëse ka përfunduar na thuaj për detajet. Po, Avdi, atëherë, siç e potencuat edhe juve, ekipi jonë ndodhet prej disa orësh para gjykatës themelore këtu në Shkup, ku, do më thënë, gjykata themelore Shkupi 1 këtu në Shkup, ku shefi i drejtorisë së 5 të drejtorisë për siguri dhe kundërzbulim Grujovski ndodhet në pyetje me urdhër të prokurores speciale, e cila do më thënë ka kërkuar para burgimin e tij. Neve këtu ndodhemi prej orën 3, do më thënë rreth orës 13, kur Grujovski është sjell këtu dhe ai ende nuk ka dalë nga gjykata, do të thotë që akoma merret në pyetje. Ashtu siç edhe potencuat, ai është vetë dorëzuar, pasi paraprakisht ditë më parë Prokuroria Speciale kërkoi leje për bastisje në shtëpinë e tij me frikë se mund të shkatërrohen provat e nevojshme për rastin Fortesa, por gjykata themelore e refuzoi këtë kërkesë me arsyetimin se Prokuroria Speciale nuk ka dëshmuar kompetencën e saj për këtë rast. Në konferencën e sotme për mediat, krye Prokuroria Speciale Publike Katica Janeva deklaroi se në kuadër të rastit Fortesa kanë siguruar dëshmi dhe materiale të fuqishme se Ministria e Punëve të Brendshme ka përgjuar në mënyrë të paligjshme dhe në vitin 2015 ka shkatruar 2 sistemet e përgjimit për të mbuluar gjurmët e veprimeve, me arsyetimin se sistemet janë vjetruar. Për shkatrimin e materialeve, gjithsesi për keqpërdorimin e pozitës zyrtare, është kërkuar paraburgim për të dëshiruarin e parë, e prorin e drejtorisë së 5 të drejtorisë për siguri dhe kundërzbulim Goran Grujovski, ndërsa për 4 persona të tjerë të dyshuar të përfshirë në këtë rast, domethënë ku është edhe ish ministra Zana Jankullovska, është ngritur kallëzim penal për shqiptim të masave të kujdesit, për marrjen e pasaportave dhe mos lejimin që ta lëshojnë vendin, por deri në këto momente Goran Grujovski ndodhet në gjykatën themelore Shkupi 1 dhe ende nuk dihet nëse do t'i shqiptohet masa e paraburgimit dhe kur do të përfundoj kjo seancë e sotme. Besoj se do të jemi edhe më tej në vazhdim, nëse për një kohë të shkurtër do të kemi informatat më të reja. Mirë, me fajl, ne sigurisht që do na informosh në rast se do ketë ndonjë tren lidhje me rastin në fjalë. Atëherë, faleminderit për gjitha këto informacione, ne do vazhdojmë më tej me zhvillimet të tjera nga vendi. Faleminderit me falje edhe njerë. Më njerë pas konferencës për shtyp të Janevës në Prokurorinë Speciale u paraqit kryeredaktori i televizionit Sitel Dragan Pavlović Llatas. Sipas Prokurorisë Speciale, Llatas i ka ardhur në këtë prokurori për të dhënë deklarat lidhur me denoncimin e tij për biseda private që burojnë nga përgjimet e paligjshme që ju lëshuan në publik. Më njerë pas tij është paraqitur edhe Ivona Talevska, kryeredaktore e gazetës Večer dhe supozohet se është thirrur për të njëjtën vepër. Në konferencën e sotme Janeva ju bëri thirrje gjithë atyre që u janë publikuar biseda private nga përgjimet të denoncojnë rastin tek Prokuroria Speciale. Ivona Talevska, yes, podnesov me. Unë dhe Ivona Talevska bëm kërkesë për hapje në një procedure penale për biseda të publikuara në YouTube nga një person i nënshkruar si Nikola Tesla. Vet akti i posedimit dhe publikimit paraqet vepër penale. Kërkuam nga Prokuroria Speciale që të veprojnë në bazë të ligjit dhe t'i përndjek ato persona. Hetimi është hapur. Do të shohim se çfarë do të bëjnë ata më tej. Besoj se do të bëjnë atë që duhet, pasi që u publikuan detaje private që janë të montuara. Prokuroria Publike nuk ja dha rastin Maxar Telekom Prokurorisë Speciale. Kryetari i Këshillit të Prokurorëve Petar Anevski tha se Këshilli ka vendosur se asnjë lëndë nuk do të jepet Prokurorisë Speciale dhe se për të gjitha lëndët do të jetë kompetente vetëm Prokuroria Themelore Publike për ndjekje të krimit organizuar dhe Prokuroria Themelore Publike Shkupi. Prokuroria Speciale Katica Janeva është paraqitur në seancën e Këshillit të Prokurorëve, ku tha se ka kërkuar 2 lëndët për shqyrtim, Maxar Telekom dhe Verushevskin. Ajo ka shtuar se Këshilli të Prokurorëve u ka shpjeguar se ligjërisht asaj takon që të merr në shqyrtim këto 2 lëndë. Kam njoftuar Këshillin se unë veproj në bazë të ligjit për Prokurorisë Speciale dhe se nuk kam obligim të jem prezent në seancat e tyre, e as që të jap arsyetim se përse i marr në shqyrtim këto raste. Në lidhje me kompetencat, autonominë e veprimit tim e garanton ligji për Prokurorisë Speciale. Ndërkaq, kryetari i Këshillit të Prokurorëve Petar Anevski tha se Këshilli i Prokurorëve ka vendosur se asnjë lëndë nuk do t'i jepet Prokurorisë Speciale Publike dhe se për të gjitha lëndët do të jetë kompetente vetëm Prokuroria Themelore Publike për ndjekje të krimit të organizuar dhe Prokuroria Themelore Publike Shkup. Znači, svi te predmeti koji što se kaj nas
Pra të gjitha lëndët që janë tek ne do të kthehen në veprim në këtë prokurori themelore. Askush nuk e pengon prokurorën speciale të formon lëndën, të vazhdon procedurat që janë tek ne, të aktivizon lëndë që janë të arkivuara. Është e dukshme se ajo nuk është kompetente të vepron për të lëndë dhe po i tekalon kompetencat, obligimet ligjore të cilat i ka. Anevski ka shtuar se ata kanë vendosur që të mos e thërasin më në mbledhje prokuroren speciale Katica Janeva, ndërsa ka thënë se ajo nuk ka dashur as të diskutojë dhe të tregojë se ku e mbështet kërkesën e saj për të marrë në shqyrtim këto dy lëndë. Prokuroria speciale po ashtu po heton edhe shpërdorime të mundshme të fondeve europiane për subvencionimin e kompanive bujqësore në vend. Programi IPART është pjesë e programit IPA, respektivisht komponente 5 të saj. Parat e Bashkimit Evropian ndahen nëpërmjet konkurseve publike nga Ministria e Bujqësisë. Prokuroria speciale po heton edhe shpërdorime të mundshme gjatë ndarjes së parave europiane për subvencionimin e kompanive bujqësore në vend. Sipas burimeve të televizionit Shenja, i gjithë sistemi i Agjencisë për Pagesë ka rënë dhe është pamundsuar qasja online, pikërisht për shkak të hetimeve të filluara nga Prokuroria speciale. Nga kjo prokurori konfirmuan për televizionin Shenja se kanë filluar procedurë parahetimore për shpërdorime të mundshme të fondeve europiane, por për shkak se hetimet vazhdojnë, nuk deshën të japin më tepër detaje. Programi IPART është një mjet për mbështetje të zhvillimit rural të vendeve kandidate për antarësim në BE. Ky program është pjesë e programit IPA, respektivisht komponente 5 të saj. Parat e Bashkimit Evropian ndahen nëpërmjet konkurseve publike nga Ministria e Bujqësisë. Përmes këtij programi qindra miliona euro në vit u ndahen kompanive të cilat aplikojnë në Agjencinë për Pagesë pranë Ministrisë së Bujqësisë. Vetëm vitin e kaluar janë ndarë rreth 140 milion euro. Tani për tani nuk ka të dhëna se cilët zyrtar dhe cilat kompani janë të përfshira në hetimet e prokurorisë speciale, për keq përdorime të mundshme të miliona eurove para europiane. Lëvizja Besa e përkrah plotësisht punën e prokurorisë speciale, mirëpo njëkohësisht ngrish shqetësimet e saj lidhur me dyshimet dhe provat që deri më tani ka paraqitur kjo prokurori. Në këtë rast përmendet fakti se ish ministra Gordana Ekollovska dhe autoritetet e tjera të kësaj ministrie i kanë shpallur të pavlefshme dhe të vjetruara mjetet e përgjimit me pretekstin se duhej të asgjësoheshin. Aparatet e përgjimit të cilat të gjëja janë të shkatëruara janë rrezik potencial për shtetin. Kështu kanë deklaruar sot nga Lëvizja Besa pas publikimit të rastit Fortesa nga Prokuroria Speciale. Kryetari Bilal Kasami deklaroi se Lëvizja Besa e përkrah plotësisht punën e Prokurorisë Speciale, mirëpo njëkohësisht ngrit shqetësimin e saj lidhur me dyshimet dhe provat që deri më tani i ka paraqitur kjo prokurori. Shtrohet pyetja se pse ish Ministri e Punëve të Brendshme Gordana Jankullovska dhe autoritetet e tjera të kësaj ministrie kanë shpallur të pavlefshme dhe të vjetruara mjetet e përgjimit me pretekstin se duhet të asgjësohen. Si mund të urdhrohet asgjësimi një aparature të sofistikuar të përgjimit me vlerë mbi 10 milion euro? Kasami potencon që edhe pse dyshohet se shkatrimi i mjeteve është të bërë me qëllim që të fshihen veprat paraprake, askush nuk mund të garantojë që ato nuk janë të asgjësuara. Kush mund të garantojë se këto pajisje janë asgjësuar me të vërtetë dhe se ata nuk kanë rënë në duart të një grupi apo subjekti të caktuar, që do t'i shfrytëzonte ato për t'i përgjuar qytetarët e Maqedonisë. Në këto rrethana, kur vihet në rrezik privatësia e çdo shtetasit të Republikës së Maqedonisë, kur shkelen të gjithë normat juridike të privatësisë së individit, Maqedonia rrezikon të shndrohet në një vend ku një grup i caktuar mund të përgjojë një popull të tërë dhe çdo material të shfrytëzohet për qëllime të ngushta në kundërshtim me çdo normë juridike. Nga Lëvizja Besa apelojnë që të zbardhet deri në fund kjo aferë skandaloze, e cila është edhe një shembull më shumë i shpërfytyrimit të shtetit dhe shfrytëzimit të aparaturave shtetërore në funksion të partive në pushtet. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka konfirmuar se ligji me cili ndalohej publikimi bombave do të pësojë ndryshime. Në një postim në Twitter, ambasada shkruan se 4 partitë pra janë pajtuar që t'i përfshinë në ligj mendimet e Komisionit të Venecias. Ligji me të cilin ndalohej publikimi i bombave do të pësojë ndryshime. 4 partitë më të mëdha nënshkruese të marrëveshjes së Përgjinos kanë pranuar rekomandimet e Komisionit të Venecias dhe të njëjta do t'i inkorporojnë në ligjin për privatësi dhe ligjin për informatorët. Këtë ka konfirmuar sot vetë ambasada e SBA-s në Shkup përmes një posti në Twitter. Lexo mendimet e Komisionit të Venecias lidhur me ligjin e informatorëve dhe ligjin e privatësisë.
4 partit janë pajtuar që t'i përfshin rekomandimet e tyre. Televizioni Shenja mëson se tashmë ka nisë edhe përpilimi i ndryshimeve të 2 ligjeve që kanë të bëjnë me bombat, ligjit për privatësi dhe ligjit për informatorët. Ndryshime do të hynë në procedurë parlamentare, po ashtu si propozimi i përbashkët i 4 partive, ashtu siç u dorëzuan edhe verzioni i parë i 2 ligjeve që aktualisht janë në fuqi. Edhe miratimi i tyre do duhet të jetë me konsensus të grupeve parlamentare të VMRO-DPMNE-s, LSDM-s, BDI-s dhe PDSH-s. Përgjithsisht, ligji për mbrojtjen e informatorëve duhet t'i inkurajojë të punësuarit në institucionet shtetërore të mos i mbyllin syt gjatë parregullsive të mundshme për të cilat janë dëshmitar. Dhe jo vetëm aq, por të jenë të mbrojtur dhe nga largimi nga puna, kërcënimi ose ndërrimi i vendit të punës. Ligji për bombat nga ana tjetër parashikon dënime për mediat vetëm për publikimin e bisedave që prekin privatësinë, por jo edhe për biseda që prekin interesin publik. 8 ditë para shpërbërjes së kuvendit, institucionet nuk kanë ndërmarrë ende asnjë veprim për ridefinimin e njësive zgjedhore. Profesori universitar Ali Pajaziti vlerëson se në politik patjetër duhet të ketë moral. Do vazhdojmë me zhvillime të tjera nga vendi. Ambasada e SBA-s dhe Bashkimit Evropian në Shkup nuk precizojnë nëse para shpërbërjes së kuvendit do t'japin një vlerësim të ri rreth plotësimit kushteve për mbajtjen e zgjedhjeve më 5 qershor, siç dhanë për 24 prillin. Ata thirrën në letrën e përbashkët të ambasadorëve dhe qendrimin e zëvendës ndihmës sekretarit amerikan Hoyt Bryan Lee. Sipas vendimit të fundit të shumicës parlamentare për mbajtjen e zgjedhjeve më 5 qershor, kuvendi duhet të shpërbëhet më 7 prill, por si kjo e fundit, ashtu edhe data e mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare mbeten edhe më tej të paqarta dhe të pasigurta, për shkak të kushtit që ishte vendosur që deri në këtë datë të përmbushen të gjitha pikat e marrëveshjes së PSH-s. Nga ambasada e SBA-ve dhe ajo e Bashkimit Evropian në Shkup nuk precizojnë nëse para shpërbërjes së kuvendit do të japin një vlerësim të ri rreth plotësimit të kushteve për mbajtjen e zgjedhjeve më 5 qershor, siç dhanë për 24 prillin. Nga ambasada e BE-s në Shkup na drejtuan në letrën e përbashkët që lëshuan ambasadorët Gjezbeli dhe Aivo Oraf në muajin shkurt, ndërkaq që nga ambasada e SBA-ve në Shkup thanë për televizionin Shenja se mbeten në qendrimin e zëvendës ndihmës sekretarit amerikan Hoyt Bryan Lee, i cili gjatë vizitës në Shkup në fillim të këtij muaji tha se për mbajtjen e zgjedhjeve është e rëndësishme të përmbushen kushtet, duke vlerësuar atëherë se ka kohë të mjaftueshme për këtë. Ne nuk e shohim të arsyeshme që të merremi me pyetje hipotetike. Qëllimi ynë është të punojmë me autoritetet dhe të bëjmë të pamundurën që të sigurohemi që të ketë kushte të drejta dhe të lira për zgjedhjet e 5 qershorit. Ka kohë të mjaftueshme që të gjithë liderët partijak, qeveritarët, por edhe mediat të bëjnë punën e tyre dhe të punojnë drejt realizimit të këtyre qëllimeve. Më me rëndësi është arritja e këtyre kushteve sesa spekulimi për alternativë. Por që nga dhënia e kësaj deklarate, nga 3 kushtet kryesore që u apostrofuan në vlerësimin e parë të diplomatëve amerikan dhe evropian, vetëm njëri kusht është në realizim e sipër, ndërsa për 2 të tjerat nuk ka asnjë lëvizje. Aktualisht, Komisioni Shtetëror Zgjedhor punon vetëm në pastrimin e listës zgjedhore, gjithsesi kontrollin në terren të votuesve të dyshimt. Për kushtin e 2 dhe të 3, ndryshimet ligjore në sferën e mediave dhe ndarjen e partisë nga shteti, jo vetëm që nuk ka asnjë përparim konkret, por tani më edhe grupet punuese kanë ndërprer aktivitetet e tyre. Vetëm për mediat, 5 shoqata mediatike kanë dorëzuar në kuvend propozimin e ndërmjetësit belg Pieter van Houte, por ky propozim deri më tani ka marrë vetëm mbështetjen e LSDM-s opozitare dhe nuk dihet nëse i njëjti do të fitojë shumicën e nevojshme. Një kusht tjetër për zgjedhjet parlamentare i cili nuk buron nga marrëveshja e PSH-s, por nga kushtetuta, është që numri votuesve mes njësive zgjedhore mos të jetë më i madh se plus minus 5%. Në njoftimin e fundit, KSD njoftoi se ky limit është kaluar dukshëm, ndërsa 8 ditë para shpërbërjes së kuvendit nuk ka ende asnjë iniciativë për ridefinimin e njësive zgjedhore. 8 ditë para shpërbërjes së kuvendit, partitë politike dhe institucionet kompetente nuk kanë ndërmarrë asnjë veprim për ridefinimin e njësive zgjedhore që është kusht për të qenë zgjedhjet ligjore dhe kushtetuese, që në fillim të muajit shkurt, Komisioni Shtetëror Zgjedhor njoftoi se njësia e tretë zgjedhore ka minus 5.7% votues, më pak se sa mesatarja e 6 njësive.
ndërsa njësia 6 zgjedhore ka kaluar mesataren për 6,2%, ndërkaq njësia 4 zgjedhore 2 muaj më parë ndodhej në limitin e -5%. KSZ për këtë ka njoftuar Ministrinë e Drejtësisë, e cila deri më tani ka qenë propozuese ndryshimeve të tilla, por nga kjo ministri tani topin e hedhin tek partitë politike. Ridefinimi i njësive zgjedhore bëhet me ndryshime në kodin zgjedhor, siç dihet kodi aktual zgjedhor ka ardhur si propozimi 4 partive politike nënshkruese të marrëveshjes së Përzhinos dhe ata tani duhet të dakordohen edhe për ndryshime të njësive zgjedhore. Ne nuk mund të japim propozim, pasi në këtë mënyrë shkelim marrëveshjen e Përzhinos, thon për televizionin Shenja nga Ministria e Drejtësisë. Partitë politike të kontaktuara nga televizioni Shenja thonë se për këtë temë nuk është zhvilluar ende asnjë takim. Partitë janë në pritje të pastrimit të listës zgjedhore për të patur një pasqyrë më të saktë për numrin e votuesve nëpër njësitë zgjedhore. Por nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor vlerësojnë se për definimin e njësive nuk ka nevojë të pritet pastrimi i listës, pasi nuk fshehin mundësinë që ky operacion të zgjas edhe pas 7 prillit, ndërsa ridefinimi i njësive zgjedhore duhet të kalojë në kuvent. Nga KSZ shtuan se pastrimi i listës zgjedhore nuk do të ndikojë dukshëm në përqindjen mes njësive zgjedhore dhe se partitë kanë mundësi që tani të parashohin edhe ndryshime eventuale. Edhe pas kontrollit të listës, me 95% siguri do të dalin të njëjta përqindjet e dallimit mes njësive zgjedhore dhe dallimi do të jetë po ai i njëjti që e konstatuam herën e fundit. Partitë kanë mundësi që me të dhënat aktuale të listës të afrojnë dallimin mes njësive në +- 2 deri 3% dhe kështu edhe pas pastrimit të listës, dallimi nuk do të kalojë mbi 5%. Mjafton të kapin afatin para shpërbërjes së kuvendit që zgjedhjet e 5 qershorit të jenë ligjore dhe kushtetuese, thon nga KSZ për televizionin Shenja. Sipas të dhënave zyrtare të cilat KSZ 2 muaj më parë ja përcolli edhe Ministrisë së Drejtësisë, njësia e 6 zgjedhore kishte 30 deri 35.000 votues më shumë se njësia e 3 dhe ajo e 4 zgjedhore, apo rreth 10 deri 12% më shumë. Në seancën për rastin e Kumanovës ka dëshmuar sot vetëm një dëshmitar i mbrojtur edhe pse ishte paraparë që dëshmojnë gjithsej 4 dëshmitarë. Ndërkohë 5 persona janë arrestuar para objektit të gjykatës penale, pikërisht përderisa zgjaste seanca për rastin e Kumanovës. Vetëm një dëshmitar i mbrojtur ka dëshmuar sot në seancën për rastin e Kumanovës, në të cilin ishin paraparë që të dëshmojnë gjithsej 4 dëshmitarë. Pas ndërprerjes për pauzë, seanca nuk vazhdoi, pasi problemet teknike pamundësuan vazhdimin e seancës ku duhej të dëshmonin edhe dëshmitarët tjerë të paraparë për seancën e sotme. Seanca është prolonguar për në 4 prill. Avokatët mbrojtës thonë se me thirrjet e prokurorëve gjithsej janë paraparë të dëshmojnë 48 dëshmitarë të mbrojtur, pas të cilëve do të pasojnë dëshmitarët e propozuar nga mbrojtja. Për seancën e sotme kanë qenë të paraparë edhe 3 të tjerë, po siç ju thash, për shkaqe teknike, këta 3 që ngelen sot pa dhënë deklarat, do t'japin deklarat me seancën e radhës me 7 prill. E në ndërkohë, 5 persona janë arrestuar para objektit të gjykatës penale pikërisht përderisa zgjaste seanca për rastin e Kumanovës. Lajmin për televizionin Shenja e konfirmoi edhe zëdhënësja e SPB-s Shkup, Liza Bendevska, e cila tha se personat janë arrestuar në bazë të dyshimeve për sjelljet e tyre. Ajo tha se tek njëri nga personat arrestuar janë gjetur materiale piroteknike. Diplomati Mohamed Halili vlerëson se Bashkimi Demokratik për Integrim është fajtor për mos emërimin e ambasadorëve shqiptar. Sipas tij, BDI nuk ka të drejtë morale të kërkojë akreditim të ambasadorëve tek presidenti i shtetit, pasi ka thënë se nuk e njeh atë, ndërsa nga ana tjetër, presidenti Gjorgji Ivanov ka zgjidhje të tjera. Problemi i mungesës së ambasadorëve shqiptarë është i kahmoqshëm, mirë po është rritur edhe më shumë pas qëndrimit të BDI-s për mosnjohjen e legitimitetit të presidentit. Kështu vlerëson diplomati Mohamed Halili, i cili thotë se BDI ka dështuar në zbatimin e marrëveshjes së Ohrit dhe përfaqësimin adekuat nëpër institucione. Ky problem është gjithnjë i pranishëm në çdo institucion. Kemi punësime partijake, avancime partijake, kemi mbyllje të perspektivës të njerëzve të aftë, vetëm se nuk i takojnë BDI-s. Edhe unë mendoj, edhe e kam thënë disa herë, se puna e parë që do të jetë, që duhet ta bëjnë shqiptarët, që mos kenë diskriminim partijak mes tyre,
duhet të mbyllin sekretariatin për implementimin e marrëveshjes së BDI-s. Ajo më nuk ka marrëveshje orit. Diplomati Halili shton se BDI nuk ka të drejtë morale të kërkojë akreditim të ambasadorëve, dhe se nga ana tjetër, presidenti Gjorge Ivanov ka zgjidhje të tjera. Kryetari nuk ka të drejtë fare në çështjen e përfaqësimit të shqiptarëve, sepse ligji për punë të jashtme parashoj ambasador partijak, por përfaqësimi është i popujve që jetojnë në Maqedoni, këtu në rastin konkret shqiptarëve, edhe ai mund të emëroj ambasador profesional ose ndonjë partije tjetër shqiptare, se ligji e lejon këtë, por nuk guxon këtë të anashkaloj. Gati 2 vite pas marrjes së mandatit të dytë të presidentit Ivanov, fati i 7 ambasadorëve vazhdon të mbetet në duart e tij. Bëhet fjalë për ambasadorët e Maqedonisë në Zvicër, Bosnjë, Poloni, Katar, Norvegji, Francë dhe Turqi, ambasadorë këta të cilët parimisht i takojnë BDI-s. Ditë më parë, burimet të televizionit Shenja njoftuan se së shpejti pritet akreditimi i ambasadorëve në Turqi, Bullgari dhe Brazil, të tre këta diplomat maqedonas. Çështja e propozimit të ambasadorëve kalon përmes Ministrisë së Jashtme. Kjo e fundit njofton qeverinë, e cila pas zyrtarizimit i propozon kreut të shtetit akreditimin e të propozuarve. Me ligjin e ri për punë të jashtme, mandati i ambasadorit zgjat 3 vite. Nga 43 ambasadorë të Maqedonisë të cilat kryejnë detyrën në ambasadat jashtë vendit, vetëm një është shqiptar. Profesori universitar Ali Pajaziti vlerëson se në politik patjetër duhet të ketë moral. Në emisionin intervista në televizionin Shenja, duke komentuar mbi rastin e fundit të bisedës skandaloze telefonike me zëvendës kryeministrit Musa Xhaferi dhe deputetës së BDI-s Ermira Mehmeti, profesori tha se ky veprim do të ketë ndikim edhe në përcaktimin e qytetarëve në ditën e votimit. Në politik patjetër duhet të ketë moral. Politikanët duhet të kenë parasysh se ata vëzhgohen nga popullata. Kështu u shpreh profesori universitar Ali Pajaziti në emisionin intervista në televizionin Shenja, duke komentuar mbi rastin e fundit të bisedës skandaloze telefonike me zëvendës kryeministrit Musa Xhaferi dhe deputetës së BDI-s Ermira Mehmeti. Ai këto biseda i cilësoi të padëshirueshme, duke shtuar se një gjë e tillë e ka bërë që të ndjehet shumë keq. Çështjet të cilat diskutohen ditëve të fundit me këta 2 politikanë shqiptar, vërtet tek popullata kanë pasur një refleksion jashtëzakonisht negativ dhe në kushte normale. Një politikan i ndërgjegjshëm do duhet që të jepte dorëheqje, gjithsesi të dilte para popullit dhe të thoshte atë që quhet mea culpa, pra pranimin e mëkatimit që është bërë si figura publike, sepse normalisht që secili person ka diskrecionin e vet dhe ka intimën e vet, por ama personat cilët janë figura publike, ato kanë edhe një përgjegjësi më të madhe se sa qytetari ordinar ose se sa qytetari i thjeshtë. Ai thotë se ky veprim do të ketë ndikim edhe në përcaktimin e qytetarëve në ditën e votimit. Unë mendoj se fatura do t'i përshkruhet, do t'ju atribuohet edhe këtyre 2 protagonistëve, por edhe subjektit politik, sepse këta njerëz, këto figura publike, janë pjesë e një taborri politik, e një spektrumi politik, janë bashkë veprimtar dhe nuk mund që të abstragohen, nuk mundet që të shmangen më njanë dhe të thuhet se vetëm kjo pjesë është kancerogjene dhe duhet hequr. Gjë që duhet të ishte bërë brenda këtyre ditëve që nuk ndodhi. Mendoj se subjekti politik bart një përgjegjësi të lartë për të gjitha këto skandale që ndodhin kohëve të fundit. Pajaziti tha se në vendet perëndimore në raste të ngjashme politikanët japin menjëherë dorëheqje. Ai përmendi disa shembuj të politikanëve europian, të cilët dhanë dorëheqje për skandale shumë të vogla se sa rasti i fundit mes Musa Xhaferit dhe Ermira Mehmetit. Ai shpreson që edhe në vendin tonë së shpejti të gjej vend morali në politikë. BDI po angazhohet që të përshpejtojë në mënyrë institucionale procedurën e përmendorëve shqiptare. Kështu së paku pretendon ministri i veçeverisës lokale Lirim Shabani, i cili ka pasur një takim pune me kryetarin e komunës Qendër Andrej Zhanovski. Ky fundit ditë më parë theksoi se vendosja e përmendorëve shqiptare është prolonguar në bazë të një marrëveshjeje mes BDI-s dhe VMRO-DPMNE-s.
Ministri i Qeverisjes Lokale Lirim Shabani ka deklaruar sot se BDI po angazhohet që të përshpejtojë në mënyrë institucionale procedurën e përmendorëve shqiptare. Ai tha se qëndrimi i BDI sa i përket kësaj çështje mbetet i njëjtë dhe se po punojnë që ky epilog të marrë fund. Gjithashtu është e njohur dhe qëndrimi i Bashkimit Demokratik për Integrim se ne këtë procedurë do ta përshpejtojmë në mënyrë institucionale. Sot në një takim pune me kryetarin e komunës Qendër, zoti Qernovskin, mes temave tjera të cilët i patëm për bisedë, e biseduam dhe këtë çështje. U dakorduam për këtë që thash më lart, që së më shpejt në mënyrë institucionale të vi dhe epilogu dhe fundi i kësaj çështje. Ai më tej ka theksuar se çështja e përmendorëve është punë një projekti të qeverisë. Sipas tij, në kuadër të këtij projekti ka pasur një thirrje publike, i cili projekt ka përfunduar me një kontratë konkrete. Brenda kontratës shkruhen të gjitha procedurat dhe afatet dhe institucionet të cilat duhet të ndërmarrin veprime konkrete për realizimin e këtij projekti. Ne biseduam gjitha çështjet, procedurat dhe ngecjet. Shpresoj që shumë shpejt do të kemi zhvillime konkrete të cilët gjithashtu do t'i ndajmë opinion. Ndërkohë, kryetari i komunës së Qendër Andrej Zhernovski, disa ditë më parë në një pres konferencë, theksoi se vendosja e përmendorëve shqiptare është prolonguar në bazë të një marrëveshje mes BDI-s dhe VMRO-s dhe se komuna Qendër nuk ka asnjë rol në transportimin dhe vendosjen e përmendorëve. Prokuroria Publike ka marrë vendim për refuzimin e kërkesës së SHGM-s dhe Sindikatës së Pavarur Gazetarëve, të cilët në dhjetor të vitit kaluar kanë parashtruar kërkesë për ndjekje penale ndaj Milenko Nedelkovskit për nxitje të urrëties dhe kërcënim të sigurisë së qytetarëve. Kryetari i SHGM-s Naser Selmani tha se ata i habit fakti se si prokuroria Kostevska Zdravevska nga prokuroria themelore ka refuzuar kërkesën si të pabazë me arsyetimin se Nedelkovski vetëm ka shprehur pikpamje të tij dhe nuk ka kërcënuar sigurinë e gazetarëve. SHGM dhe SGP kanë ankimuar vendimin e prokurorisë themelore dhe shpresojnë se prokuroria e lartë publike do ta vlerësojë objektivisht situatën. Ata madje nuk kanë asnjë dyshim se të gjitha kërcënimet e Nedelkovskit përmes rrjetit social Facebook janë porosi nga partia në pushtet VMRO-DPMNE. Në Odën Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore është diskutuar rreth platformave ekonomike të BDI-s. Nënkryetari i Odës Mendi Qira ka deklaruar se biznesmenët u kërkojnë partive politike, në këtë rast edhe BDI-s, që të kenë qasje transparente dhe llogaridhënie. Ndërkohë, Ardian Xheladini nga BDI ka thënë se qëllimi i takimit është që nga grupet e interesit të marrin propozime konkrete. Në diskutimin e platformës munguan kryetari i BDI-s dhe kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore. Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore ka zhvilluar sot një takim me BDI-n me të cilën ka diskutuar rreth platformave ekonomike, të cilat BDI do të ofrojë para elektoratit. Nënkryetari i kësaj odeje ekonomike Mendi Qyra ka theksuar se në çdo platformë duhet identifikuar prioriteti strategjik dhe politikat e nevojshme që duhet zbatuar me qëllim të rritjes së qëndrueshmërisë ekonomike dhe përmirësimit të standardet jetësor të qytetarëve të Maqedonisë. Ai ka thënë se sfidat me të cilat ballafaqohet sektori i ekonomisë janë të shumta dhe oda ekonomike mundohet që në mënyrë të mirëfillt t'i artikulojë brengat dhe t'i qaset problemeve me zgjidhje afatgjate. Konkretisht, kërkesat që dalin nga biznesmenët e përfaqësuara nga oda drejt për të gjitha partitë politike, njëherët edhe për Bashkimin Demokratik për Integrim. Këto janë transparenca dhe llogaridhënie për çdo veprim që tangon komunitetin e biznesit e mëgjerë, zvogëlimi të barabartësisë së zhvillimit rajonal, braktisje të mitit për fuqi të lirë punëtore, masa të reja për rritjen e punësisë, vendosje të platformës ekonomike për zhvillim të qëndrueshmërisë ekonomike, angazhimi serioz për rritjen e GDP-s më shumë se 4%. Ndërkohë Ardian Xheladini nga BDI ka thënë se ky subjekt politik ka gati draft verzionin fillestar të platformës. Sipas tij, qëllimi i takimit është që nga grupet e interesit të marrin propozime konkrete, ide dhe sugjerime që në fund të përgatisin një platformë sa më gjithëpërfshirëse. Ai po ashtu tha se platforma ekonomike financiare e kësaj partie e ka prioritet zhvillimin ekonomik dhe përmirësimin ose avancimin e punës në biznes. Në kuadër të aktiviteteve ose për përmirësimin e klimës së biznesit, këtu kemi parashikuar reforma strukturore të ndjekura me politika konkrete dhe masa konkrete për përkrahjen dhe zhvillimin e subjekteve ekonomike,
për nxitjen e investimeve dhe aktiviteteve investuese të këtyre subjekteve ekonomike, për hapjen e uljen e papunësisë që përmenda edhe më herët dhe krijimin ose hapjen e vendeve të reja të punës, me qëllim që norma e papunësisë dhe mandi të ullet. Nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore gjithashtu ka njoftuar se në javët në vijim do të zhvillojnë takime me LRPDSH-n, me BES-ën, PD-SH-n, RDK-n, Unitetin, ndërkaq presin konfirmim edhe nga partitë e bllokut Maqedonas. Komisioneri Han tha se reformat në Shqipëri duhet të vijojnë në mënyrë që të arrihet hapja e negociatave. Sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka kërkuar rishpërndarjen e 480.000 emigrantëve nga Turqia. Vazhdojmë të me lajmet. Komisioneri për zgjerim Johannes Han ka marrë pjesë në mbledhjen e 5 të Këshillit Kombëtar të Integrimit. Kryetaria e këtij këshilli, deputetja e opozitës Majlinda Bregu, tha se mesazhi i komisionerit do të ndihmojë palët që të gjejnë mirëkuptimin mes tyre. Sipas saj, anëtarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian do të garantojë standarde më të larta të demokracisë. Nga ana e tij, komisioneri Han ka thënë se Shqipëria aktualisht ndodhet në një moment shumë të rëndësishëm. Ai u shpreh se palët mund të gjejnë pikat e kompromisit të nevojshëm për të ecur drejt qëllimeve të përbashkëta. Duke vënë theksin tek reforma në drejtësi, Han tha se arritja një marrëveshjeje është sfidë, por se kjo është një çështje dhe reformë me rëndësi thelbësore. Komisioneri Han tha se reformat në Shqipëri duhet të vijojnë në mënyrë që të arrihet në hapin tjetër, që është hapja e negociatave. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka kërkuar që të gjitha shtetet e globit të ruajnë rolin e tyre për të bërë pjesë e një plani që ka si synim shpërndarjen e 480.000 refugjatëve brenda 3 viteve të ardhshme. Ai tha se pret një përgjigje solidare nga krerët e shteteve për t'i dhënë përgjigjen e duhur qindra mijëra azilkërkuesve që po largohen nga shtëpitë e tyre për t'i shpëtuar luftës. Sipas planit të Organizatës e Kombeve të Bashkuara, emigrantët duhet të zëvendësohen nga Libani, Turqia dhe Jordania, pasi numri i refugjatëve që janë strehuar në këto 3 vende i ka kaluar disa miliona. Ndërkohë në të njëjtin linjë ka qëndruar edhe komisioneri i lartë i OKB-s për refugjatët Filippo Grandi, i cili theksoi se migrantët nuk duhet thjesht që të rishpërndahen. Ai bëri thirrje që atyre të rezervohet një pritje humane duke iu dhënë mundësi për t'ju ribashkuar me familjet e tyre, si dhe duke iu ofruar punësim ose shkollim. Maqedonia po përjeton humbjen më të madhe në futboll pasi humbja me Bullgarinë e vendos atë poshtë pozitës së 140. Fitoria me Luksemburgun ngriti entuziazmin dhe atmosferën kombëtare shqiptare. Për informacionet cilat i paralajmëruam dhe informacionet të tjera të sportit, do na flas kolegu Faton Zylbahari, por unë kam një pyetje për Fatonin. Përshëndetje. Në fakt dhe mbrëmë ishte kjo bisedë mes neve. Çka po ndodh me Maqedoninë? Maqedonia humb, Shqipëria fiton, kjo po ndodh. Njëra në Europian, tjetra po shkon të poshtë, përfundimisht duhet të ndryshojë gjenerat. E tham edhe mbrëmë, e përsërisim, e thonë edhe të gjithë tjerët, nuk është se ne kemi zbuluar. Do shta më mirë është shpresa të luajnë, më premtues, futbollistë të ri, mbase do sjellin rezultate. Kështu nuk shkon. Do ishte më mirë për shembull të sjellnim një seleksionues të jashtëm në Maqedoni, sikur që është rasti me Debiazin në Shqipëri. S'është puna e seleksionuesit, janë vetë futbollistët ata, edhe kush të vi, sigurisht që Messi s'do ketë të drejtë të luajë për Maqedoni. Sigurisht më gjithësisht me lajmet e sportit pas sigles së shkurtër. Futbolli reprezentuesi i Maqedonisë po përjeton periudhën më të keqe në histori pasi humbja e fundit 0-2 nga Bullgaria pritet të zbresë përfaqësuesin e vendit poshtë pozitës së 140 në ranglistën e FIFA-s. Futbolli reprezentuesi i Maqedonisë vazhdon rënjen e tij pasi disfata dhe paraqitjet negative nuk kanë të ndalur. Kur mendohej se gjërat do të marrin kakje pozitive pas ndryshimeve në stafin teknik dhe rikthimin e Goran Pandevit, vjen humbja 0-2 nga Bullgaria, duke përkeqësuar edhe më tepër situatën.
Ardhja e Igor Angelovskit në krye të ekipit përfaqësues duhet të sillte ndryshime pozitive, mirëpo pas fitores 4-1 në debutimin me Malin e Zi, Maqedonia radhi 3 humbje të njëpasnjëshme, 0-1 nga Libani, 1-0 nga Slovenia dhe mbrëm 0-2 nga Bullgaria. Maqedonia mbrëm kërkonte një fillim të ri dhe zhvilloi një pjesë të parë të mirë, por në vazhdim pasoi rënja e koncentrimit që solli 2 gola për bullgarët. Rangelov në minutën e 65 shënon për epërsi të miqve, ndërsa pak para fundit Tonev realizon për rezultat përfundimtar 0-2. Kur e humbë një sfidë me rezultat 0-2, normalisht nuk je i kënaqur, por mendoj se pësuam disfat nga një kundërshtar kualitativ, e dini edhe vetë kur para 2 dite mundën edhe Portugalin, por gjithsesi unë do të flas për përfaqësuesën time, mendoj që na mungoi kontributi në futboll, ajo pjesa konkretisht në lojë para shanseve që kishim dhe para sulmeve. Duhet të luajmë një lojë më të shpejtë se këta janë të gjithë kundërshtar kualitativ dhe unë vetë insistoja që të luajmë me kundërshtar të fortë që të shohë në fund cilin prej lojtarëve mund ta llogarisë për ndeshje kualifikuese. Humbja e fundit përkeçson situatën edhe ashtu jo të mirë të ekipit përfaqësues të Maqedonisë, ndërsa pozita katastrofale 138 në ranglistën e FIFA-s në muajin prill pritet të zëvendësohet më së paku 7 ose 8 pozita më poshtë, duke vënë përfaqësuese në vendet krah për krah me vende ku futbolli është sport amator. I rikthehet buzëqeshja trajnerit të kombëtarës së Shqipërisë Xhani Debiazi pas fitores bindëse 2-0 që shënuan kuqezinjt në miqësorën e mbrëmshme në transfertën me Luksemburgun. Kjo fitore ngriti entuziazmin dhe atmosferën në kombëtare duke bërë që të harrojnë disfatin e pësuar të shtunën nga Austria. Një humbje, një fitore në 2 ndeshjet miqësore për kombëtaren shqiptare që fiton brëm ndaj Luksemburgut me rezultat bindës 2-0, duke evituar kështu disfatin e pësuar të shtunën nga Austria. Goli i Sadikut në minutën e 63 dhe i Cikaleshit në të 75-ën i dhan fitore Shqipërisë 0-2 kundër Luksemburgut, duke i shpërblyer përpjekjet e kuqezinjve që hakmerën pas asaj humbje 2-1 rreth 5 viteve më parë. Skuadra ka luajtur mirë, ka dominu pjesën e dytë, pjesën e parë, pak vështirësi, terreni, gjitha, po faleminderit ekipit, ekipi ka luajtur shumë mirë, edhe normal unë kam shënu golin sa në fut, po faleminderit ekipi e meriton, ekipi, gjithë. Ja kemi kalu mirë këto 2 ndeshje, besoj në Austri me pak fat mund kishim marrë një barazim të paktën, por sot e fitum, super, tani kemi 2 muaj kohë, përgatitemi edhe super avash, pastaj do mundohemi edhe të sulmojmë edhe më shumë përpara. Ne treguam që kemi karakter dhe vlerësojmë ndeshjen në maksimum dhe arritëm fitonin. Në grupin tonë nuk ka 2 luftime, ne jemi gjithë së bashku, jemi një. Ato e vendos trajneri kush do të luajë, kush jo. Sigurisht në momentin që luaj unë kam mbështetjen e gjithë futbollistëve, po ashtu dhe kur luan dikush tjetër, ne mbështesim dhe japim më të mirën. Është vendimi i trajnerit dhe ne respektojmë atë. Ndërkohë trajneri Debiasi cilsoi mirë përfaqësuesën e Luksemburgut, ndërsa pastaj vlerësoi skuadrën e tij për lojën e treguar në fushë. Është e qartë që do thuhet fituam kundër Luksemburgut, por i kujtoj që Luksemburgu pak kohë më parë mundi Greqinë, ndërsa 2 vjet më parë barazoi në Itali 1-1. Ndeshjet duhet i luash, të gjithë kundërshtarët sot janë të organizuar dhe mundohen të ta bëjnë jetën të vështirë. Ajo që më pëlqeu sot ishte se lojtarët hynë në fushë me përqendrim. Skuadra u ndryshua me 10-11, pasi vetëm Berisha ishte dhe besoj se nga rezultati dhe këndvështrimi i lojës, ajo që u pa ishte një ndeshje e mirë. 2 miqësorët e zhvilluara ndaj Austrisë dhe Luksemburgut kanë nxjerrë sadopak në pa një pasqyrë për të parë se cilët lojtarë do të llogariten për kampionatin evropian që do të zhvillohet këtë verë në Francë. Numri 1 i botës së tenisit Novak Djokovic është kualifikuar në çerek-finalet të turneut të Miamit pasi eliminoi austriakun Dominic Thiem. Nolan dominoi sfidën me rezultat 2-0 në setet 6-3 dhe 6-4, ndërsa në çerek-finale do përballet me çekun Tomas Berdi, i cili nga ana e tij eliminoi francezin Richard Gasquet me shifra 2-1 në setet 6-4, 3-6 dhe 7-5. Nga ana tjetër Miloš Raonic mori një bilet për çerek-finalen pasi mundi bosnjakun David Xhumhur me rezultat 2-0 në setet 6-0 dhe 6-3. Ndërkohë përfundon aventura e tenisit bullgar Grigor Dimitrov në Miami Open pasi u poshtë në setet 2-1 nga francezi Gil Monfils. Kuki i fundit në çerek-finale do të takohet me japonezin Kei Nishikori, i cili triumfoi ndaj spanjollit Roberto Batista me rezultatin 2-0. Dhe shikues nderuar, këtu kemi përfunduar me lajmet e sportit për sënde. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miru pafshim.
Këtu dhe kemi përfunduar me edicionin qendror të lajmeve të ndëruar shikues. Faleminderit për momentin me cilin na ndoqët dhe mirupafshim.